Aleanca Kombëtare për Integrim zhvilloi takim me banorët e malësisë së Gostivarit, konkretisht me fshatrat Sërmnov, Tërnov, Padalisht dhe Strajan. Në këtë takim mori pjesë kryetari aktual dhe kandidati për kryetar komune nga Aleanca Kombëtare për Integrim Valbon Limani, bartësi listës për Këshillin Komunal Valdet Xhaferi si dhe kandidat për këshilltar komunal nga kjo zonë. Në fjalën e tij para të pranishmeve, Valbon Limani kërkoi mbështetjen e malësisë më 19 tetor, jo vetëm për kandidaturën e tij për kryetar komune, por edhe për listën e këshilltarëve të Aleancës Kombëtare për Integrim. Ai prezantoi disa nga prioritetet e tij për këtë rajon dhe ftoi banorët të marrin pjesë masivisht në tubimin qendror që do të bëhet më 12 tetor në Gostivar. Prej fillimit të kampanjës kemi ecur në shumë vendbanime dhe ajo që na bën të jemi shumë krenar është se normal, krahas problemeve të cilat i tangojnë vendbanimet tona, gati në çdo vendbanim pa përjashtim na kanë thënë, punët tjera do t'i bëni, por këtë që jeni bë bashkë, keni bë punën më të mirë të mundshme. Edhe mua dhe Valdetit e të gjithë këshilltarëve në obligon që për gjithë këto fshatra të malësisë të cilat kanë probleme me të cilat ballafaqohen, fillojmë të projektojmë edhe të rishikojmë bashkë me ju, të caktojmë prioritetet dhe normal në bazë të mundësive të cilat do t'i kemi, por besoj që së shpejti prej pranverë me zgjedhjet e parakohshme parlamentare, ato mundësi do t'jenë edhe më të mëdha, të tentojmë dhe të zotohemi se në 4 vitet e ardhshme problemet kyçe të cilat i kanë fshatrat e malësisë të jenë e kaluar. Une do të kisha bërë 2 thirrje. Thirrja e parë është ta shfrytëzoj rastin që më 12 tetor në Gostivar kemi tubimin kryesor më të madh dhe do t'ju bëj thirrje që çdo njeri prej jush me mundësitë që i ka dhe me familjarët të jetë pjesë e këtij tubimi ku do ta përçojmë mesazhin e fuqishëm dhe mesazhi i dytë, ky më i rëndësishmi, është që më 19 tetor të gjithë pa përjashtim me të gjithë familjarët tuaj të mos mbetet asnjë pa votuar numrin 4. Numrin 4 për kandidat për kryetar komune, mirëpo, ju lutem secila vot për mua si kandidat për kryetar komune, pa votën për Valdetin dhe për Këshillin është e barabartë me 0. Andaj çdo njeri do bëni me dije se ne jemi bashkë dhe jemi një dhe kemi vetëm një numër, numrin 4 për kandidat për kryetar dhe numrin 4 për listën e këshilltarëve me bartës Valdet Xhaferi. Bartësi listës për Këshillin Komunal Valdet Xhaferi theksoi se gjatë mandatit 4 vjeçar parashihen një sër projektesh për vendbanimet rurale, duke shtuar se beslidhja nuk mund të dëmtohet nga shpifjet apo grupacione të vogla politike. Ne sot jemi këtu përpara jush, sigurisht për të prezantuar vizionin ton se si do duhet duket Gostivari për 4 vitet e ardhshme. Dhe unë si bartës i listës bashkë me gjithë ekip i cili është prapa nesh, do të mundohemi e zotohemi se konform gjithë kompetencave cilët i ka Këshilli i Komunës Gostivarit, të implementojmë programet më zhvillimore edhe për zonat rurale të Gostivarit. Krahas kësaj, edhe parafolësit e thanë, misioni i 19 tetorit te i kalon kompetencat e zgjedhjeve lokale. Ne ju lusim kështu si jeni sonte, edhe me 19 tetor të dilni bashkarisht, familjarisht dhe të votoni numrin 4. Votoni numrin 4, kandidatin ton për kryetar komune doktorin Valbon Limani, votoni numrin 4 për listën. Dhe këtu, unë besoj fuqishëm se asë njëri prej nesh nuk do të bëj dallim. Shohim tendencat caktuara, nga oponentët tanë politikë cilët tashmë veç janë dorëzuar shohin se humbjen e kanë sigurt në Gostivar, dhe po tentojnë që shpifin propagandat e errta duke shtyr përçarje në mesin e antarësisë dhe qytetarëve në përgjithësi në Gostivar. Ne bashkarisht do të ftojmë çdo qytetar që numrin 4 ta votojë dhe rrethojë edhe për kandidatin për kryetar komune, edhe për listën.
Fjalë rasti paton edhe kandidatët për Këshillin Komunal nga Malësia, Arsim Disha dhe Shpresim Tahiri, të cilët premtuan se do të jenë zëri i banorëve të kësaj ane, por edhe i gjithë qytetarëve të Gostivarit në përbërjen e ardhshme të Këshillit Komunal. Unë besoj se ndryshimi fillon nga ne, nga njerëzit e ndershëm që duan të shohin komunën të ecë përpara e jo të kthehet pas. Në Këshillin Komunal do të jem zëri i Sërnovës, zëri i fshatarëve, i atyre që nuk kanë mundësi të flasin çdo ditë në përzira e salla takimosh, por që çdo ditë punojnë, paguajnë taksa dhe mbajnë këtë komunë në këmbë. Gostivari ynë mund të bëhet shembull i bashkëtesës, i zhvillimit, i transparencës, dhe kjo kërkon njerëz me vullnet e jo me interes. Unë ju premtoj, nuk do të jem këshilltar që hesht, do të jem këshilltar që punon, që dëgjon, që mbron çdo vendim në dobi të qytetarëve. Do jemi zëri i zhvillimit infrastrukturor, do jemi zëri i zhvillimit ekonomik, ashtu siç e dim krejt, çdo kush, shumica për ju merret me biznes privat. Qyteti i Gostivarit përfshihet me biznese të vogla, andaj mendoj se do jem zëri i çdo biznesit vogël, çdo hall që e kanë, çdo mundësi që do ju jepet, çdo informacion që do vije nga institucionet shtetërore apo informacione që vijnë nga Evropa, nga IPA fonde, se mungesa më e madhe në këtë vend është informacioni. Do të thonë, problemin më të madh e kemi hasur se ka ardhur ndonjë ofertë për të zhvilluar biznesi, nuk kemi pasur informacion, ka kaluar afati, kështu që shqiptarët kanë ngel çdo herë duar kryq. Ndërkohë, shefat lokal të shtabeve të koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim në Xhati Jakupi dhe Isak Lazami theksuan rëndësinë e këtyre zgjedhjeve, duke i cilësuar ato si më tepër se thjesht zgjedhje për kryetar komune dhe këshill komunal. Sipas tyre, është i domosdoshëm një mobilizim i plot për një fitore plebishitare që do të dërgonte një mesazh të qartë edhe për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Gjatë fushatës dhe në ditën e zgjedhjeve të angazhojnë sa më tepër me miqe me qasi, me nipe mbesa, me shoke e vlezër, gjithë bashku të bëjmë jo vetëm votim, një votim i thjesht, të votojmë për Valdetin dhe për Valbonin, për Arsimin, për Shpresimin e gjithë ato vlezër e motrë që janë në listën për këshilltar, por të bëjmë një demonstrim, një demonstrat. Dita e votimit më 19 tetor të jetë fest në mbrëmje, por gjatë ditës të bëjmë demonstrim të forcës dhe peshës tonë normal nëpërmjet të votës. Normalisht, unë me krenarin më të madhe të kërkoj vot për Valdetin edhe Valbonin. 19 tetori nuk është një datë thjesht për zgjedhje lokale, administrative. Te i kalon këtë. Përse te i kalon? Për arsye se vota për Valbonin edhe vota për Valdetin është simbolika që 19 tetori do të jese gjatë në memorien kolektive të gjithë shqiptarëve në Gostivar. Sepse Valdeti dhe Valboni e kanë barën e madhe për cilën ne bashkarisht të gjithë do t'ja mundsojmë që ta përqojmë mesazhin edhe simbolikën e këtij akronimi që i kalon interesat politike dhe partijake, e kalon më një beslidhje mbar shqiptare, më smirti se Valboni dhe Valdeti në 19 tetor që do ta përqojnë normalisht me mbështetjen tonë të gjithëve, karshia atyre për cilët i përmendi doktor Neçatiu. Kështu që unë edhe njerë në emër të shtabit komunal, u kërkoj që t'i mbështesin Valbonin e Valdetin. Mbështetje për kandidaturën e Valbon Limanit dhe Valdet Xhaferit kërkoi edhe antari i kryesisë qendrore të BDI-s Imran Zhupani me origjinë nga fshati Sërmnov. Ai shpreu bindjen për një fitore që në raundin e parë, për siç u shpreh, dyshen që do të drejtojë qytetin me dinjitet. Ne jemi në një fushat për zgjedhje lokale, por ju të gjithë e dini, mesazhi i këtyre zgjedhjeve nuk është lokal. Mesazhi i këtyre zgjedhjeve është kombëtar. Dhe këtë mesazh më 19 tetor, ne
duhet ta përcjellim në mënyrën më të fuqishme të mundshme, edhe atë, duke siguruar fitore që në raundin e parë të zgjedhjeve. Jam i lumtur që qëndroj pas dije emrave që lidhen për qytetin e Gostivarit, sepse e di që ata në zemër kanë dashurinë për këtë qytet dhe në mendje kanë vizionin për atë se si do të duket Gostivari nesër. Në këto zgjedhje lokale, Aleanca Kombëtare për Integrim garon me moton Gostivari në zemër, ndërsa në Flend Votim ban numri rëndor 4.